Debati shpërtheu pa pritur dhe pa asnjë filtr. Atmosfera u bë e rëndë, tensioni ndiej në ajër dhe zërat u ngritën menjëherë. Fjolla dhe Edi u përballën ballë për ballë, me nerva të tendosur dhe fjalë që dilnin pa u menduar 2 herë. Edi ishte i pari që shpërtheu. Me zë të fortë dhe plot zemërim, ai u drejtua fjollës duke i thënë se ajo ishte një mashtruese, se gjithçka që kishte treguar deri atë moment ishte vetëm fasadë dhe lojë. Fjolla u përpoq të fliste, por Edi nuk ndalej. Sa herë që ajo hapte gojën, ai e ndërpriste dhe në nervozizmin e tij, fjalët i dilnin të ashpra, madje duke hedhur edhe përshtymë mbi rrobat e saj pa e vënë re. Ky gjest e acaroi edhe më shumë situatën. Fjolla u ndje e fyer, e poshtëruar dhe e sulmuar publikisht, e prekur thellë, ajo reagoi menjëherë. Me ironi dhe mllef, ajo i tha se ajo ishte një melaçe, ndërsa Edi ishte i ndyt, duke e akuzuar se po mundohej ta nxinte para të gjithëve. Fjalët u bën gjithnjë e më të rënda dhe debati mori një kthes edhe më të ashpër kur Edi nxori në pa akuza konkrete nga e kaluara. Ai i tha se nuk mund të bënte sikur nuk kishte ndodhur asgjë, sepse sipas tij, fjolla i kishte thënë fjalë që nuk harrohen. Me zë të lartë dhe me nerva të shtrënguara, ai përmendi momentin kur ajo i kishte thënë zhvishu, zhvishu. Zhvishu, duke e akuzuar se kishte kaluar çdo kufi respekti. Për Edit, kjo ishte prova që ajo nuk ishte aq e pafajshme sa përpiqej të dukej. Fjolla u përpoq të mbrojej, por situata doli jashtë kontrollit. Fiona, e cila ndodhej në mes të primejit, u përfshi pa dashur në gjithë këtë rëmuj. Të tre u ngatëruan në fjalë, ndërprerje dhe akuza të ndërsjella, duke e kthyer momentin në një kaos të plotë. Askush nuk dëgjonte më askënd, secili përpiqej të ngrinte zërin mbi tjetrin, ndërsa tensioni arrinte kulmin, publiku mbeti i shtangur nga ashpërsia e debatit. Ishte e qartë se ky nuk ishte më një keqkuptim i thjeshtë, por një shpërthim emocionesh të mbledhura prej kohësh. Fjalët kishin lënduar re.